Zoti Meksi, përshëndetje. Ju falenderoj që gjetët kohën për të qenë pranishëm në këtë intervistë, sigurisht për të folur për një ditë veçantë të Elbasanit dhe jo vetëm, siç është dita e verës. Në fakt ne do të bëjmë historikun edhe do të flasim pikërisht pse Elbasani feston ditën e verës. Është cilësuar si një fest pagane, por ju si etnolog dhe si autori 16 botimeve deri më tani për ditën e verës në veçanti, do të na tregoni pikërisht çfarë bën veçantë dhe karakteristike Elbasanin që feston pikërisht ditën e verës 14 marsin. Dita e verës është një fest mbar popullore. 14 marsi është cilësuar ditë e verës jo për Elbasanin tani më, por ka kaluar në sferën kombëtare, ndoshta edhe ndërkombëtare. Sepse edhe në diasporë dita e verës ka filluar të festohet. Edhe kjo gjë e madhe. Por ama kultin e kanë Elbasan. Një e tillë është dita e verës. Nuk është as fest fetare, as fest shtetërore, as poetike si mund mendojnë poetët dhe shkrimtarët. Është fest mbar popullore. Unë e veçoj një çik edhe nga ajo që është ditë pagane, domethënë fest pagane. Sepse edhe paganizmi ka diçka në krishtërimi nga këto gjërat e tjera. Por se kur themi mbar popullore në këtë punë, është e popullit. Është ditë që e lidh zakonin dhe ritin kryesisht me natyrën, me lulet. Edhe unë duhet ta theksoj që në fillim që dita e verës është e mbarësisë. Dita e verës është e natyrës, domethënë shqiptare, e bukurisë së saj. Si e tillë ajo ja vlen që të vlerësohet. Thohet, edhe kështu është, unë e kam parë dhe kam vizituar që në Qermënik është një, si thon, një vend ku thohet që këtu ka lindur perëndesha e pyjeve, e natyrës, e lisave. Edhe thon perëndesha e Diana Candesevjenës. Ma është një emër romak. Edhe ashtu është. Ajo zona të në Qermënikës është shumë e pjellëzuar. Natyra e bukur e Elbasanit ndihmon që të festohet dita e verës më 14 mars. Dhe është e vërtet që më 14 mars gjithmonë është kohë e mirë? Dhe jo. Thonë që edhe ka rënë edhe borë. Thonë që por unë nuk e besoj. Sepse unë deri pa vetë afër 80-ve, deri tani ditën e verës e kam parë gjithmonë të lulëzuar, të qeshur me diell. Dhe kur është me diell, bie ato bukurinë, bie harmoninë, i bie të gjitha, bie haren, bie gëzimin. Po emërtimi si ka ardhur? Emërtimi ka ardhur sepse Elbasalliu ka pritur që të ngrëfet koha, edhe këtë ka një mënyrë interesante që e ka bërë. Ka shtuar një hasër përpara në borrin e shtëpisë dhe ku ka para që ajo hasër nuk është lagur, atëherë ka thënë po vje vera. Dhe kjo ka ndodhur më 14 apo simbolika është përcaktuar më 14? Afërsisht, por ama simbolika është caktuar më 14 mars, sepse ndoshta është kjo periudhë, mezi i marsit, i cili e bën ditën e verës të lulëzuar, e bën që të qelin manushaqet, e bën që të qelin karakaftet. Në librin tim unë i kushtohem kësaj ditë vere. Zoti Meksi, për të ndalur edhe në ca detaje të tjera, në fakt në një nga botimet tuaja juve shkruani: unë gëzoja kur isha i vogël, që shikoja mëmën time të mblidhej për ditë vere, bashkë me të tjera shoqe kalajase e të bënin ballokumet. Në lagjen Kala të Elbasanit, që është zemra e Elbasanit, jetojnë musliman, jetojnë të krishterë, jetojnë katolik, jetojnë hebrej, jetojnë vëllej, të gjithë këto e festojnë ditën e verës. Dhe unë isha habitesha kur shikoj që mlidheshin këtu. Mistri është ai që me cilën gatuhet ballakumja, është ajo që piqet para shumë të tjerave, para grurit e para të tjerave, e para. E dyta, me këtë lloj ballakume, që më thënë balli i kumit i thotë ëmbëlsirë gjithmonë, ëmbëlsohesh dita verës.
Mësohesh kjo nga disa gra, po jo vetëm muslimane, po dhe të krishtere, që ato dinin që, më thënë, duhet vëmë me racion, sa duhesh do kjo, sa duhesh do sheqeri, maja miellit, sa herë duhesh rrafur, sa vezë duhen futur në një tepsi e tjere me radhë, më thënë, fillon me fazën pregatitore, e cila me njëherë fillon pas vitit të ri, edhe deri më 14 mas, ku Elbasanasi me rushimet e rënda, thonë, për shembull gjelin e detit. Unë fola për fazën e parë, që është faza pregatitore. Në këtë fazë, ashtu, përgatitet në radhë parë njëherë si themi ne vijet ajo verorja, disa ngjyrshe. Kur vijet verorja? Verorja vijet para ditës verës, një javë 10 ditë përpara. Dhe kur vjen dita verës, është interesant që faza e parë fillon me natën e verës, që është 13 marsi. Në shtëpinë e babës, kështu është, thonë gjithmonë dhe kështu mbahet në Elbasan, kjo është karakteristikë e familjes Elbasanase, edhe në këtë fest, në fund fare, del ballakumja nga e zonja e shtëpisë, e cila merr përshëndetit, fjalët, urimet më të mira për përgatitjen e ballakumeve, për përgatitjen e ravanisë, që ne kujtojmë se ravania bëhet vetëm me miell gruri, por në Elbasan e bëhet me miell mistri. Faza e dytë është mëngjesi i ditës verës, që është 14 marsi. I pari që ngrihet është babai i shtëpisë, i cili hap portën e shtëpisë për dalë keqja edhe për të hyrë mira. Shkohet në disa qesme kryesore, siç është qesmja e portës Kalas, siç është qesmja e Tre Urrat, qesmja të Kurzës, të gjitha me radhë, shkohet mbushet ujë, edhe ky ujë bjet në shtëpi. Po atje mirët edhe një plis bari, i cili sapo ka qelur. Edhe ky plis bari vendoset ke saksia, ose vendoset ke portokalli, për të treguar që këtë vit do të kemi gjelbërim, do të kemi blirim të vazhdueshëm. Lejt motivi është gjelbërim, mirësi, dashuri. Ky është lejt motivi. Faza 3, pikniku ditës verës. Elbasanliu, mas orës 10, del takohet me natyrën, afrohet me natyrën, ullet në parku Rinie, ullet në disa vendet piktoreske të Elbasanit, rapi Mansit. Që ekzistojnë edhe sot? Janë sot. Krasta, hisja është e veçantë, duhet ta pranojmë. Mbas mëngjesit të verës, që bëhen disa vizita në disa shtëpi të Elbasanit tek njëri tjetri, por ka një kuptim. O vete ke vllai, o vete ke vllai që i ka vdekur një njeri, ose o vete ke motra që i ka vdekur një njeri, edhe vetë një djalë i ri vetë, me hisja përmban pjesë gjeli detit, më thënë mishin, përmban ballakumën, përmban arrat, përmban palat, të gjitha këto janë hisë i quhen, edhe dërgohen ke farefisi. Kjo është edhe një kujtim që bëhet për njerëzit që kanë humbur për atë vit. Sot, pas kaq shumë vitesh, duke pasur parasysh, po themi dhe moshën tuaj, ju jeni rritur, keni lindur në Elbasanin rritur dhe je rritur me ditën e verës, le të themi. Ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar gjëra nga rritet, nga zakonet, nga përgjithsisht në simbolikën e kësaj dite, apo kanë qëndruar të njëjtat? Nga zakonet nuk ka ndryshuar asgjë. Kurse janë futur veprimtari të reja. Për shembull, është futur panajiri ditës verës. Në aspektin organizativ, social. Është futur karnavalet. Janë futur koncertet në mesnat, që për mua koncerti më të bukur se e bën në familja Elbasanse, me regjizor babën e shtëpisë, nuk ka gjë më të bukur se kjo. Megjithatë, rinia do që në 12 të dali. Unë njëherë uroj me gjithë zemër Njos 24 që t'i vazhdoj traditat e Elbasanit. Do i vazhduat ju edhe ne do i vazhdojmë. Ne do t'i vazhdojmë. Ka një urim të veçantë. Ky urim që është njëherë kënga popullore që këndojnë dy vëllezër Zena. Erdh pranvera me jeshile. Atëherë ta mbyllim me këngën e vëllezërve Zena?
do më kënajt edhe mu jashtëmase e kam. Ato edhe ju e keni. Vlezë Zena i ka kënduar gjithmonë natyrës, i ka kënduar të bukur, i ka kënduar Elbasanit. Kalofshi një ditë vere, kudo që t'jenë, të bukur, të këndshme, të natyrshme, po duke përmbajtur zakonin popullore. Kjo është urimi im më i mirë. Kam shkruar për ditën e verës, do vazhdoj të shkruaj prapë. Faleminderit.